Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Betohen në qiellin e stolisur me hyjsi, dhe në ditën e premtuar Kiametit, dhe në dëshmitarët, si dhe në atë që do të dëshmohet atë ditë. Mallkuar qofshin ata kanë hapur hëndeqe, dhe që i mbushën me zjarr, me gjithë farelen e të shtjekse. Mallkuar qofshin ata kur ulën pranë tij, dhe ishin prezent të asaj që u bën besimtarëve. E jo besimtarët i munduan ata vetëm pse i besuan Zotit të plotfuqishëm dhe falënderues. Pushtetit i cilët shtrihet në qiell dhe në tokë, e Perëndia është dëshmitari i çdo gjëje. Padyshim, ata që i torturojnë besimtarët dhe besimtarët e që pastaj nuk pendohen, i pret dënimi i shtëterës dhe për ta ka dënim zjarri. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, për ta ka kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumenjt, e ky është suksesi i madh. Me të vërtetë, dëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Me të vërtetë, ai krijon prej kugjeje dhe përsëri kthen pas vdekjes, i ringjall. Ai është falës dhe plot dashuri. Zoti i Arshit Fronit të Madhërueshëm. Ai punon çka të doj. A ka arritur të t'i lajmi për ushtritë e faraonit dhe të mudit, por jo besimtarët gjithmonë mohojnë. E Perëndia i plotfuqishëm i përfshin të gjithë. Ky Kur'an që e mohonin ata është Kur'ani i Madhërueshëm, i shkruar në Levi Mahfudh me pllakën e ruajtur me kujdes.